Kalaja Ulqenit, një nga simbolet më të rëndësishme të qytetit, tashmë sjell një tjetër histori për vizitorët. Brenda mureve të saj është hapur Muzeu i Piratëve, një hapësirë që synon të prezantojë një pjesë të veçantë dhe interesante të së kaluarës detare të Ulqenit. Përmes eksponateve, objekteve dhe rrëfimeve historike, vizitorët kanë mundësi të njihen më nga afër me periudhën e piraterisë dhe me rolin që deti dhe lundrimi kanë pasur ndër shekuj në historinë e këtij qyteti. Hapja e muzeut I jep një dimension të ri ofertës turistike të kalas, duke ndërthurur historinë, kulturën dhe një prej tregimeve më integruese që lidhen me Ulqenin. Por sa rëndësishme është kjo histori për identitetin e qytetit? Çfarë mund të zbulojnë vizitorët brenda Muzeut të Piratëve dhe cilat janë objektet më interesante që ruhen aty? Për të mësuar më shumë rreth kësaj hapësire të re dhe historisë që ajo përcjell, zhvilluam një bisedë me përfaqësuesen e muzeut, Mersiha Resulbegu Mavriq. Si lindi ideja për hapjen e Muzeut të Piratëve pikërisht në Kalan e Ulqenit? Jo e dini edhe vetë se me kohë na kemi familja ka investu që për me pas diçka njerëzit kur vinë në Kalat e Ulqenit me pas diçka më shumë për me pa, jo veç bukurinat, jo veç ata që na kanë lanë prej më herët, edhe pse kur e shike një muze ishi përmbledhur me ata që na kanë lanë njerëz pra herët me historinë e dikushme. Dhe kështu që në 10-15 viteve që shpunu një për këtë gjë. Dhe tash tani jemi shumë të kënaqur që kena mujt këto për mi hap dhe të shihen këto eksponate të cilat nuk duhet harruar. Historia s'duhet harruar, duhet treguar të rinjve dhe tjerëve që vijnë mes nesh. Cilat janë ato eksponate apo artefakte më interesante që mund të shohin vizitorët? Pa, na e kemi, dhe më thënë tanë që shifni to tanë ish historia dhe kemi artefakte të cilët jemi shumë të kënaqur që I kemi dhe janë përmbledhur për 10 deri në 15 vite, por aty kemi edhe librin Maritime Geographic, librin prej James Takey, I cili jemi shumë të kënaqur që e kemi, ish prej 1815, ku thot qartë se në atë kohë, në periudhën që jena të folë tesh në shekullit 17-18, se në atë kohë ka pas 6.000 banor Ulqeni, edhe se piratët, thot atë të Ulqenit kanë qenë më të mëdhenj në detin Mediteran. Sa rëndësishme është lidhja e piraterisë me historinë detare të Ulqenit? Shikoni, dhe më thanë, historia detare ka qenë gjithmonë. Dhe kjo qytet lypet mu krenu ma atë që kena pas detarin edhe shumë me heret para se vinë otomant, se në atë periudhë që vinë otomant, na fillon përmendni për gusar dhe ma vonë detë dhe për pirat. Dhe më thanë kështu që e rëndësishme ishë dhe për njetë dhe ishba, si pas vendi geografik se ku ish Ulqeni, si pas gjithë atyre kapitaneve që e kajmë pas, dhe pse duhet cekim, s'kajnë qenë, dhe më thanë, të tangusar. Ka pas njerëz që kanë punu me detari, ka pas njerëz me tregti, etj, kështu që ka pas rëndësi shumë të madhe. Sa interes ka pasur deri tani nga turistët dhe vizitorët vendas? Nga turistët më shumë, shpresoj se do të ketë edhe nga vendasit edhe më shumë, por tash ish vera, vakti turizmi dhe mendoj se si kësaj shkaku të cilët nuk kanë ardhur më shumë, por do të vinë. Turistët janë shumë të interesuar, na kena sprovu mi ba pak më dhe atraktive, këtu kena vu edhe një VR, e cila ishtë për fëmijë, e cilat munden për me pa, kur ja vejnë atë në kesyt, munden për me pa me një vapur janë dhe atë se si ish punu për para në përdete që ka imba për para, ish pare qatë pri 5 deri në 6 minuta, për i shumë atraktive për fëmijë sidomos deri në 12 vjeç. Kështu që ishtë shumë atraktive dhe dita ditës edhe ma shumë, nga që tash munden me na gjetë edhe na për internet, na për Google, etj, dhe kështu që ma shumë kemi turista. A synoni që muzeu të bëhet një nga atraksionet kryesore turistike të Kalas së Ulqenit? Nuk ish me qenë ma kryesorja,
edhe pse gjithse kush ka qenë me qenë ajo çka ka punu dhe çka ka jap 10-15 vjet me qenë ma kryesorja. Na kemi muzeun e qytetit, kështu që tani kena dhe muzeun e piratëve, kena skulpturën e Cervantesit, kemi skulpturën e Sabatajcevit, kemi shtëpinë e Beut. Kryesorja ishte që kalaja jonë të ketë sa më shumë këqish muzeume, se diçka që mundet më afru njerëzit me historinë të cilin ky qytet e ka pas, për mi 2500 vjet i vjetër, dhe më thanë, a i kalan shumë gjana të cilet na nuk guxojmë t'i harrom dhe duhet t'i tregojmë njerëzve. Çfarë do të dëshironi të mësonte një vizitor për Ulqinin pasi të përfundonte vizitën në këtë muze? Shumë nga që kënaqto, disa vinë të ditur diçka dhe dinë se ka pas to edhe kusar edhe pirat edhe se ka qenë me detari i qytet i njoftun. Disa e dinë se ishtë përmin 2500 vjet i vjetër, e disa nuk e dinë. Dhe më thanë, gjithë se cili që vjen to, vjen dhe njek diçka të re të Ulqinit. I shef to artefakte që i kemi na dhe deri tani, gjithë se cili ka dali i kënaqur në mënyrën e vetë. A mendoni se historia e piratëve mund të përdoret edhe më shumë për promovimin turistik të qytetit bregdetar të Ulqinit? Pse jo? Do me thonë, gjithë shka, edhe piratëve, edhe gjithë shka lypet për promovu qyteti jonë. Sa më shumë, unë e kam cek, ky qytet që ka pas një kala perfekte, me shekuj, dhe për njetë edhe vendin ku gjinë geografik, dhe detart ma të mirët në këtë rajon, dhe si pas asaj mësej, kur kejnë ardhë otoman, të kejnë fillu edhe gusart e tjerë, pse jam i njoft edhe pirat, pse jam i njoft qytetin edhe për këtë gja. Historia eksisten, na histori nuk mundë na mi fshi, na lype na mi ba që mi njoft sa ma shumë njerëzit që janë këto. Kjo isha e gjaja ma kryesore, kjo isha e gjaja që familja jeme, e cila i ka bakta, një gjatë dhe mundohen. Nuk ish puna me fitu, ish puna për me tregu, ish puna për mi sjellë dhe mi majt turistin apo një vendas, mi majt to dhe me njoftu e traditën tonë. Muzeu i Piratëve sjell një tjetër arsye për të vizituar Kalan e Ulqinit, duke i dhënë jetë një pjesë interesante të historisë detare të qytetit. Përmes këtij muzeu, historia bëhet më e afërt dhe më e prekshme për vizitorët, ndërsa kalaja vazhdon të dëshmojë se Ulqini nuk është vetëm një destinacion me bukurinë natyrore, por edhe një qytet me një trashëgimi të pasur, historike e kulturore.